Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 8 maj 2026. Një ditë që ndikon në forcën dhe ndikimin. Është një ditë mjaft ndikuese, sepse lidhet edhe me çështjet që kanë bëjnë me çështjet e punës, me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa bisedime shumë të rëndësishme që mund bëjnë, ka të bëjnë me punën aktuale, ka të bëjnë dhe me disa vendime që mund merren. Nuk diskutohet që pikërisht kjo ditë është ditë e ndikimeve të punës ose në bisedime që do të bëhen, por megjithëse jemi në periudhën e 10 ditë që të parë akoma të këtij muaji, ku na jep dhe mundësi dhe kohën e duhur për të zhvilluar, ndryshuar shumë gjëra në jetën tonë. Por megjithatë, kemi edhe një ndikim shumë të madh tani nga dreka, sepse nga dreka lidhet shumë me Saturnin dhe Uranin në një farë mënyrë, në një trekëndësh që bëjnë. Urani nga shenja e binjakëve dhe Saturni që u jep mundësi dhe kohë tek dashi, ku ka shumë gjëra që do të ndikojnë në anën e pozitivitetit të ekonomisë, të stabilizimit dhe jo vetëm. Kurse për arsye të problematikave që kemi pasur në lidhje me dashurinë e munguar, në lidhje me disa vendime që mund të merrni tani tutje, është një periudhë që vërtet pozitive, vërtet e rëndësishme për gjërat që ndikojnë në jetën tonë dhe sidomos për disa takime që do bëhen mbasdite, ku kanë bën shumë shenjat që përfitojnë për sa përket kësaj dite, kanë bën shenjën e dashit, shenja e binjakëve, shenja e luanëve, shigjetarëve dhe e bricapëve. Kanë ndikime favorite, prandaj vini pas mos e lini pas dore. Para se të fillojmë parashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni